Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha, i cili po qëndron në Antalya, ku po mbahet forumi diplomatik, ka njoftuar se është takuar me ministrin e Jashtëm serb, Marko Gjurić. Hoxha përmes postimit të tij tha se ai e ka vlerësuar gatishmërinë e Serbisë, e cila i është përgjigjur pozitivisht kërkesës së Shqipërisë për hapjen e një konsullate të përgjithshme në Bujanoc. Hoxha ndër të tjera i ka thënë Gjurićit se lidhur me Kosovën ka qëndrime thellësisht të kundërta nga Shqipëria dhe nga Serbia. Sot u takova me ministrin e punëve të jashtme të Serbisë, Marko Gjurić, në kuadër të forumit në Antalya. Diskutimi ynë përqendrua në avancimin e marrëdhënieve dypalçe përmes dialogut konstruktiv dhe bashkëpunimit, me qëllim forcimin e mëtejshëm të lidhjeve ekonomike dhe tregtare, duke njohur rëndësinë e tyre në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe stabilitetit rajonal. Në këtë drejtim, e vlerësova gatishmërinë e Serbisë për t'u përgjigjur pozitivisht kërkesës sonë për hapjen e një konsullate të përgjithshme në Bujanoc. Theksova domosdoshmërinë për të ruajtur, zhvilluar dhe forcuar bashkëpunimin rajonal si rruga më e besueshme drejt një të ardhmeje të përbashkët, duke shmangur retorikën e pajustifikuar dhe të panevojshme. Shqipëria ka zgjedhur të investojë në qartësinë e qëndrimeve të saj dhe në qëndrueshmërinë e politikës së jashtme, si dhe në kontakte ndërmjet njerëzve dhe në kultivimin e një brezi të ri me një mendësi të fortë europiane. Po ashtu pranuam se kemi qëndrime thelbësisht të ndryshme lidhur me Republikën e Kosovës. Ritheksova qëndrimin e qartë dhe të qëndrueshëm të Shqipërisë mbi rëndësinë kyçe dhe mbështetjen tonë të plotë për dialogun Kosovë-Serbi, të lehtësuar nga BE-ja, si e vetmja rrugë e qëndrueshme drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve dhe njohjes së ndërsjellët, një rezultat që do të kontribuonte në paqe dhe stabilitet afatgjatë në rajon.